الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. Çfarë mund të thoni thot për termetet që ndodhen para disa dite në Gjilan? Në kam qenë jashtë atë kohë, përgatësisht të njëjtën pas emisionit tonë. Ashtu, po ka ndodhë një prej tyre. Edhe më tërgu në mu, a që ku isha, herët në gjithë, së dërës toka. O Zëtë, sa më rëzita, po nala po meditoj, po kujtohëm Zotë ja, kushta garanta neve, se ku të shkrim një Kosovë, nuk i gjojnë arash me tokë. Kushta sigura neve, se e Prishtinë dhe Kosovë nuk bëhet rafsh me tokë. Mos me njoftë, që ka pasë ndë njëherë qytetet. Njerëzit sa shkërpam sa janë. O cënë Allah shenja, pandër prej, për prapjen të sigurt të qetë ndaj dënimit madhe të Allah. E Allahu i ka qërtuar ata njerëz rënd. E fe aminu mekra Allah, o le aminu mekra Allah lë kamër khasirun. A janë qetë ata ndaj dënimit Zotit? Ndaj dënimit Zotit nuk është i qetë asë kërgjë të popujt të humbur. Ka fjallat e ka humbur rrugën ndërquar, aja është ndalalet, është në humnej, është kofër. Për ndryshe, ata që njofin Zotin hak, ata nuk qenë qetë asjerë, ndaj dënimit madhe të Allah. Pra, për çdo natë ka mundësime që Allah dënimin e bërë rafsh, me se në ti kër e shofëm se jena mbushur në mëkate. Dhe nuk është thelbi, esenca e problemit të përhapje mëkateve të dhe të shumta. Por është të ajo se edhe ata të cilët nuk janë të zhytur në mëkate drejt përse drejti, heshtja atyre, mos kundërshtimi i tyre, ndaj këtyre dukurive të shumta negative që ne i quajmë harame, tërthorazi, jep me kuptuar të i madhi Allah se edhe ne përpajtojmë. Në qësa raste për të dënimin Allah. Kur mos për të qësot të dënim, sa dhe që shtojnë mëkatët e njerëzve, për deri sa ka njerëz të cilët nuk i lëshë që rritë rahat. Nuk i lëshë që rritë rahat. Këpëshale nuk heshtin ndaj të keqës. Për të arsye ne them me plot përgjithësi sepse kemi parim koranor. Nuk guxojmë të heshtim ndaj të keqës. Jem të urdhëruar prej të madhit Allah, çdo të keqe që e kemi. Familje, këshi, shoqëri, shtet, me luftu, me kundërshtu, me tregu se është e keqe. E pastaj lufta, kundërshtimi, ndryshime asë të keqës, që që kam su pejgamberi alayhi salatu wassalam, është me 3 shkallë, ose me dorë, ose me gojë, ose biliminim me zemër, nëse s'mundesh as atë, e as atë. Njerëzit janë zhytur në katën ime duke i parë. Këtu haramet shumë të kanë futën për familje, ta shprindi hesht, burë hesht, lau hesht, susi hesht, shteti hesht, hoxha hesht, hadzia hesht. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se në një farë mënyre po pajtojna me këtu mëkate e për të dënimin e Zotit. Për të arsye, këtu tërmet të kundje, që nuk ka rastësi këtë dënja. Rastësi këtë dënja nuk ka. Ajo punë fije. Çdo gjë është me kader. O kulli shay'in khalaqnahu bi qadar, ka thënë Allah. Çdo send jemi krijuar me kader. Në ka lëvizje asnjë flet e zetheve, e dushkut, e maleve, nuk vjen poshtë, e pembe. Asnjë pikë shiu nuk vjen. As natën, as ditën. Asnjëri as i krijesë Zotit nuk bën as lëvizje dhe primarje, pa qenë caktuar te madhi Allah.
Pra, më ndonjë se drive e tokës është rezultati baticave zbatisa bëm shatë kota, është raftësi, la ilaha illallah, Allah azza wa jalla në friksurat të veto ju njës. O ju njës, njëherë a kam falë, edhe 2 herë a kam falë, edhe 3 herë a kam falë, por a nuk e citë në gishtin kohë më kujtu së një bërë rafsh. Unë jem zëtë, edhe të fatrejt i dënja, edhe që në herët në gjehnem, e që dhe me bo? Hajtë sa dhe bo. Për di kuna për bërë gjëna, kuna për drejtu është në mkatë, Allahot, për përsyje, për përsërës prapë, këtu dihet rëndësia madhe që është që njerëzit me zemrat shëndosha, mi dalë për para të keqës. E vërtet, shumë e vërtet, se kanë me hasë në rezistencë të madhe, që është hasë i menin rezistencë, por dohet me përbalotë në rezistencave. Dohet me qëndru, nuk bën më të dërzu. Të keqës njërë nuk mundet me ta. Të keqë është të keqë, ndash për kretari shtetit, ndash për babës tem, ndash për gjallit tem, ndash për mësusit tem, ndash për këshis tem. Për me thane keqë është të keqë, por që keqë. Se nuk e dinë që me këtë që përthu është të keqë, nëse s'mon ati me ndryshu gjendjen, ti je një person i cili liftove të keqën dhe nga një qatë shoqëri egzistoj pat o gjendë dhe njerëz të cilat e kundërshtojnë të keqën edhe shkakët edhe ishtive ati të zëllohet dënimi dhe shpëton edhe ajeve të tjerë pa ardë dënim për qilët. Nuk e dine që ka është hajë. Po? Ata në me neve shimë lasyt, a nuk e dinë se ne jem hajrë për ta, sepse ndoshta për që të fjallë tona, që shumë doken brashda nga pat, edhe tranda. Allah i madhruar dhe për dohat e prindve dhe plegjve dhe motra dhe vllaznive tonë që lutën natën edhe ditën, Allah i madhruar nuk është shënë dënim, nuk është katran këtë milën. Allah në bëshirë të në drejtë. Amin.